Vajza nga Fieri rinte gjithë ditën në balkon. Ajo që zbuloi nëna e saj do t'ju lër pa fjalë, në rrugicat e qeta të Fierit, në një lagje të zakonshme, u zhvillua një histori e pazakonshme. Një vajzë 17 vjeçare rinte çdo ditë në balkon, pa folur, pa lëvizur, pa kontaktuar me askën. Qyteti e shite si një adoleshente të zakonshme, por brenda mureve të SSM-s, diçka niste të thyej, një sjellje që ndryshoi gjithçka. Fillimisht, ajo thjesht rinte. Shikimi drejt horizontit me orë të tëra. SSM-s ju duk normale, ndoshta ishte thjesht mosh, ndoshta thjesht kohë për veten. Por ditët ktheheshin në javë dhe balkoni kthehej në vendin e saj të përhershëm. Vajza nuk qeshte më, nuk pyeste për gjë, nuk dëshironte të shkonte as në shkollë. 2. Heshtja që fshete ulërimën, nëna e saj, Eriselda, filloi të ndjente diçka të pazakonshme. Ishte nëna e vetme që e rriti me vështirësi. Përpiqej të mos u friksonte, por zemra e saj i thoshte, diçka nuk është në rregull. Ajo e pyeste vajzën, por merrte vetëm heshtje. As lot, as fjalë. Vetëm heshtje. 3. Ditari që i hapi syt, një ditë, teksa pastronte dhomën e saj, gjeti në një raft një blok shënimesh. E dinte që s'duhej ta lexonte, por ndjesia e fortë e nënës e shtyll. Dhe ajo që lexoi e shkatërroi. Unë nuk jam e sigurt a duhet të jetoj më. Nëse unë zhdukem, askush nuk do më vërë re, ai që më bën të ndihem kështu vjen çdo natë. 4. Tradhtia e një familjari, emri që u lexua më pas ishte edhe më tronditës, një i afër i familjes, njeriu që shpesh rrinte për drek tek ta, që e kishte mbajtur vajzën në krah kur ishte e vogël, ngacmime, shantazhe, frikë. Vajza nuk kishte ditur si të fliste. Kishte frikë se s'do e besonin. Kishte frikë se do e fajsonin. 5. Reagimi i menjëhershëm i SSM-s, Eriselda nuk humbi kohë. Me lot në sy, mori vajzën dhe shkoi menjëherë në qendrën e krizave. Denoncoi gjithçka. Vajza nisi ndihmën psikologjike. Ndërkohë, i afërmi u ndalua. 6. Rruga e rikthimit tek vetja, pas disa muajsh, vajza nisi të fliste. Pak nga pak. Nisi të dalë jashtë, jo vetëm në balkon. Nisi të kthehej tek jeta. Por rruga ishte e vështirë. Nëna i rrinte pranë sikur më parë. E tani, çdo ditë i pudh ballin me fjalët, nuk je fajtorja. Je e fortë. Je vajza ime. 7. Mesazh për të gjithë prindër, kjo histori nuk është vetëm e tyre. Është e mirave vajzave që heshtin, që dënohen në heshtje, që vuajnë pa zër. Mos injoroni ndryshimet në sjellje. Mos prisni që të thërret për ndihmë. Shikoni, pyesni, mbani pranë. Nganjëherë, balkoni nuk është thjesht vend frymëmarrjeje. Është thirrje për shpëtim.